Ama do ta haj thot, okej thot. Problemi i madh është kush do vi. Kush do vi thot, halli moth. Kush do na zëvendësoj neve? Kush do të neve perandorin ton sublem? Kim Jong-un Ram Ring. Zoti, o zemra ime. Nuk është problema Lali tim se dy njerëz si Rama nuk i gjet dot në gjithë Shqipërinë. Gjithë Republikën e Shqipërisë edhe në diasporë. Dy kërma, të cilët të thith gjakun e një populli të tërë. Ti shkatroj të ardhmen, ti shkatroj të shkumen, ti shkatroj të tashmen, të lashgët dhe të zbydhi, edhe Enver Hoxha po ta ringjallësh, do uli ku ta shifte Ramën, do uli në gjunjë dhe do puthe këmbët. Se thoshte Enveri që unë i vrisja, thoshte Enveri. Po ti po këta nuk dash kanë vramë. Këta u dash kanë nishmër plak që të dudun, siç e po e bë Rama, kupton. Edhe rrisi shpirti, koko. Prandaj po them unë që ti të kthesh nga Anglia, unë mendoj që duhet ndryshuar partia. Me ndryshimin e partisë, me ndryshimin e pampersit me mut, siç është pampersi është mush me mut, mos marrim një pampers vjetër, marrim Berishën për shembull, komunistin tjetër, ta kthejmë atë edhe ta veshim prap një mut tjetër, e kupton? Fusim një pampers të ri. Fut mandin e një shtullës së zemra. Futere mandin e një shtullës se plakë për deshe. Ore këtë ju doj trapi ju më tagu, një të ri më zemra. Mandin një shtullës sot po të vinë parlament, nesër Shqipëria do jetë një vend më i mirë dhe më i bukur. Nuk e ka intelektin, nuk e ka zuarsin që duhet për politikën, nuk e ka përgatitjen për që politikan, por që njerëzore është babë, është prindër shqiptar. Dhe do t'i vi keq më kur shofi fëmijë, njerëz pa punë, pa bukë, pa ujë, pa drita, pa pavujtje. Dhe do kërkojnë të fusin në burg. Ata njerëz janë përgjegjës për këtë situatë politike në Shqipëri në 2026. Leje me fut Ingrid Gjonin, Zamin Havasjarin, Qita Qilagën, edhe Ervin Bushatin. Me sjellje vitet 2000, koncerte, lale, koncerte për ditë.